Ju përshëndes të gjithëve nderuar shikues, mirë se vini në edicionin e fundit këtu në Klan News. Së pari të shohim kryetitujt. Rinumërohen mbi 30% e votave të qarku Tiranë, partitë e mëdha humbasin sërish vota, por nuk ndikojnë shpërndarja e mandatave. Partia Socialiste kërkoi të cilësojnë të vlefshme votat ku shënjimi është jashtë kuadratit, por kjo u refuzua nga KAS. Nisi Akademia Politike për deputetët e rinj Partisë Socialiste. Ata do të marrin leksione për funksionimin e jetës parlamentare. Kryeministri Edi Rama u kërkoi të jenë të vlefshëm dhe të dobishëm në çdo ditë të mandatit. Sali Berisha akuzoi kryeministrin Rama se ka manipuluar votimin e diasporës. Ai ka publikuar video ku pretendon se ky proces u shtetëzua. Lideri i opozitës deklaroi nisjen e protestave pas përfundimit të denoncimeve. Policia godet disa grupe kriminale të shpërndarjes së drogave në kryeqytet. Lënda narkotike shitej në lokale të zonës së Ish-bllokut. Janë arrestuar 25 vetë, ndërsa 8 të tjerë janë shpallur në kërkim. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian biseduan në Gjenevë me ministrin e jashtëm të Tiranit në përpjekje për të ulur tensionet me Izraelin. Ata kërkuan përfshirjen e SHBA-s në tryezën e dialogut, por ministri iranian vuri si kusht ndaljen e agresionit. Lojtari i Gjermanisë Nelson Vjeper, që po shkëlqen europianin e 21 vjeçarëve, ka pohuar se është kontaktuar nga Federata Shqiptare e Futbollit për të qenë pjesë e kombëtarës shqiptare. I cilësuar një nga yjet e ekipit gjerman, Vjeper ka nënën me origjinë shqiptare. Unë jam Luftion Peristeri, tani do t'ju njohëm në hollësi me lajmet. Së pari ka përfunduar rinumërimi i mbi 30% të kutive të qarkut Tiranë. Ka rezultuar se partitë e mëdha, Partia Demokratike dhe Partia Socialiste kanë humbur sërish vota, por diçka e tillë nuk e ndikon shpërndarjen përfundimtare të mandatave. Socialistët kërkuan që të cilësohen të vlefshme ato flet votimi ku shenja e përzgjedhjes është jashtë kuadratit, por një kërkesë e tillë është hedhur poshtë nga KAS. Prej ditësh vijon procesi i rinumërimit të votave të qarkut të Tiranës. Ndryshe nga çpritej, partitë kryesore jo vetëm që nuk kanë fituar vota nga ky proces, por kanë humbur. Nga rinumërimi i 30% të kutive, PD ka humbur mbi 160 vota, ndërsa PS mbi 100 vota. Në këtë proces janë konstatuar gabime, por nuk prodhoi ndryshime në rezultatin e mandateve. Lëvizje votash ka për shumë nga kandidatët e listës së hapur të PD-s dhe të PS-s. Ajo çka kemi vërejtur nga fletë e votimit që na kanë sjellë grupet e numërimit, nuk duket sikur është rasti i gjërave të qëllimshme, por duket më tepër si çështje interpretimi. Deri tani nuk kemi vënë re raste të tilla që mund të konsiderohen si vepër penale. Partia Socialiste ju drejtua me një kërkesë Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve që gjatë procesit të rinumërimit të llogariten si vota të vlefshme për kandidatet edhe rastet kur shenja X ose plus janë vendosur jashtë kuadratit në flet, por për Briti. Kjo kërkesë u refuzua. Për ne të dy elementët konsiderohen jo normal në këtë proces, e para sepse nuk mund të ndryshojnë standardin në proces, e dyta është që nuk mundet që këto 300 kuti që janë hapur deri tani të rivlerësohen edhe një herë vetëm sa i përket këtyre votave. Vetëm për qarkun e Tiranës, procesi i rinumërimit sipas KQZ-s mund të zgjasë rreth 10 ditë, ku në total do të hapen 1282 kuti votimi ose rreth 400.000 flet votimi. Ka nisur ndërkaq Akademia Politike për deputetët e rinj të Partisë Socialiste, 39 prej tyre që janë zgjedhur për të parë dhe pa një të kaluar në funksione publike do të marrin leksione për funksionimin e jetës parlamentare. Kryeministri Rama u kërkoi merët të jenë të vlefshëm dhe të dobishëm në çdo ditë të mandatit të tyre. 39 deputetë të rinj të Partisë Socialiste kanë nisur trajnimet në Selin Roz për të përgatitur për jetën parlamentare që i pret në shtator. Leksionet dhe porositë e para i morën nga kryetari Edi Rama. Ta meritojnë çdo ditë këtë gjë, se kjo është diçka që meritohet një herë. Nuk mjafton, kjo është çdo ditë. Nuk është si ato dekoratat që e meriton bravo dhe e ke për gjithmonë. Kjo është çdo ditë do të jesh i vlefshëm, për çdo ditë duhet të jesh i nevojshëm. Ligjvënës me eksperiencë të Partisë Socialiste për rreth një muaj do të shpjegojnë rolin kushtetues të deputetit, komunikimin institucional dhe procesin legjislativ. Këtë të premte, leksionet i morën nga Fatmir Xhafaj. Ta nuk janë zënës, janë kolegë të mitë
Dhe siç ndodh në çdo lloj pune tjetër, dikush që ka një eksperiencë përpara mund do t'ua transmetoj kolegëve. Është kënaqësi për mua që do të takoj me kolegët e mi që do ndaj 4 vjet në seancë parlamentare. Programi do të zhvillohet përmes 5 moduleve të përqendruara, secili me një tematik për të kuptuar dhe ushtruar rolin e deputetit. Në trajnim janë përfshirë vetëm ata ligjvënës të rinj, të cilët nuk kanë patur më herët një funksion publik. Në krahun tjetër, Sali Berisha akuzoi kryeministin Rama se ka manipuluar votimin e diasporës. Ai ka publikuar disa video ku pretendon se procesi u shtetëzua. Lideri i opozitës deklaroi nisjen e protestave me njëherë pas përfundimit të denoncimeve. Kreu Demokrat Berisha ka publikuar fakte dhe dëshmi të tjera që sipas tij flasin për manipulimin e votave të diasporës. Dokumentat pa kundërshtueshme faktojnë krimin e shëmtuar kushtetues elektoral të Edi Ramës, manipulimin e tij ekstrem, shtetëzimin e procesit votimit të diasporës. Ata që besojnë se Edi Rama ka fituar zgjedhjet në këtë farsë, ata ose janë njerëz që s'kan minimum në kulturë ligjore elektorale dhe nuk dinë që është farsa, ose pastaj janë njerëz në shërbim të tij. Pas dokumentimit të asaj që e konsideron si farsë elektorale, lideri demokrat tha se do të nisin të gjitha format e domosdoshme të protestave në Shqipëri dhe në përbot. Pa asnjë dyshje, do nisin të gjitha format e domosdoshme të protestave në Shqipëri dhe në botë. Por, kjo është faza e dokumentimit, e verifikimit të gjithë farsës elektorale që ka ndodhur në Shqipëri, me votën shqiptarëve në Shqipëri dhe në diasporë. U ndal edhe te kontrollet e BKH-s ndaj biznesmenit Agasi. Karamele, flucka, të hedhura për të mbrojtur Ergjys Agasin dhe Edi Ramën. 2 makina që troplind kishin parkuar në oborrin e Ergjys Agasit, shkoi policia dhe i mori në një kohë kur troplinve nuk i është prekur asnjë e 10-ta, asnjë e 20-ta e prenorisë tyre të ekonomistë të ngritur mbi drogën dhe krimin. Pati një koment edhe për shkollën verore që ka nisur deputetët e rinj socialist. Me deputetët e partisë krimit kisha vetëm një fjalë. Nuk përfaqësoni popullin, përfaqësoni kartelët e drogës dhe krimin në Shqipëri. Ju vend në parlament nuk keni. Kaq. Dorëzoni ato mandate, bëhen zgjedhje dhe kjo është e gjithë puna. Këtë vit mbushen plot 70 vjet nga mbajtja e konferencës së Mesinës dhe Taorminës që vendosi një gur themeli për themelimin e Bashkimit Evropian. Këtë përvjetor u mbajt në Taormin ministeriali shefave të diplomacisë të vendeve anëtare dhe atyre kandidate ku ritheksua angazhimi për ribashkimin e të gjithë kontinentit evropian. Ministrat e jashtëm të 27 shteteve anëtare të Bashkimit Evropian dhe atyre kandidate kanë miratuar në Taormina një deklarat ku riafirmohet angazhimi për ribashkimin e kontinentit të vjetër. Reformat e brendshme duhet që të zhvillohen paralelisht me procesin e zgjerimit në mënyrë që BE-ja të jetë gati për të përfunduar në mënyrë efektive një proces zgjerimi të bazuar në merit, si një përparësi gjeopolitike dhe një investim strategjik në paqe, siguri dhe prosperitet për të gjithë kontinentin. Mëtej në këtë deklarat përmenden përfitimet ekonomike nga procesi i zgjerimit. Riafirmimi i unitetit ton dhe promovimi i konsolidimit dhe zgjerimit të mëtejshëm të unionit ton janë gurët themelor për të mbrojtur interesat dhe vlerat tona të përbashkëta evropiane, si dhe për të nxitur ribashkimin e kontinentit ton. Një ndryshim ritmi në aspektin e konkurrueshmërisë dhe rritjes industriale është gjithashtu i nevojshëm, tani më shumë se kurrë.
Për të kapur plotësisht levat e tregut të përbashkët, progresi ekonomik duhet të mbështetet nga inovacioni, politikat e forta industriale dhe një tranzicion energjetik i qëndrueshëm dhe i përballueshëm. Një përparësi kyçe sipas diplomatëve evropian dhe atyre të rajonit është forcimi i mbrojtjes dhe sigurisë evropiane me financim të përshtatshëm për forcimin e industrisë mbrojtëse në bashkëpunim edhe me NATO-n. Të martën më 8 korrik, Parlamenti Evropian do të miratojë në seancë plenare projekt rezolutën për Shqipërinë, ku bëhet thirrje institucioneve të përcatojnë reformat, veçanërisht ato që lidhen me shtetin e së drejtës. Raporti për situatën në Shqipëri u miratua pak ditë më parë së bashku me amendamentet në Komisionin e Jashtëm. Në tekstin përfundimtar, Parlamenti mirëpret forcimin e pavarësisë së gjyqësorit, tellimin e luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Parlamenti i vë në dukje polarizimin e vazhdueshëm politik të karakterizuar nga retorika konfrontuese, ndërsa bën thirrje për një dialog politik më konstruktiv dhe gjithëpërfshirës në Shqipëri. Zgjedhjet parlamentare të maj 2025 cilësohen konkurruese, por të zhvilluara në një mjedis të jetë polarizuar. Partitë politike shqiptare u bëhet thirrje të angazhohen për një reformë të re e gjithëpërfshirëse zgjedhore. Spaku e ka arritur vlerën e korrupsionit të dyshuar në hetimet që po kryen ndaj ish-presidentit Ilir Meta dhe ish-bashkëshortes së tij Monika Kryemadhi. Më 26 qershor gjykata e posaçme ndërkaq do të vendosë për kërkesën e ish-presidentit, i cili kërkon lirimin nga qelia. Prokuroria e posaçme, e cila disa ditë më parë u komunikoi akuzat ish-presidentit Ilir Meta dhe deputetes Monika Kryemadhi, ka shtuar akuzat e korrupsionit për të cilën dyshohet se ata janë përfshirë. Hetimet e SPAK që do të vijojnë të hapura edhe 3 muaj të tjera, deri më tani kanë zbuluar edhe një tjetër kartë bankare të një biznesmeni që vepron në Amerikë, që është përdorur nga Kryemadhi. Këtë të premte, gjykata e posaçme zhvilloi një seancë për të shqyrtuar kërkesën e Metës për zëvendësim mase, duke dëgjuar prokurorinë dhe materialin hetimor të saj. Më 26 qershor do të bëj kundërshtimet avokati i ish-presidentit dhe më pas do të dilet në një vendim. Për mediat, avokati Kujtim Cakrani tha se ish-presidenti po qëndron në qeli me hamendësime. Zoti Meta nuk ka karta. Nuk ka përdorur asnjë kartë. Kartën e ka përdorur ish-bashkëshortja e zotit Meta. Nuk ka ardhur asnjë numër llogarie në emër të zotit Meta. Ne kërkuam kohën tonë që të shikojmë çfarë organi procedurës pretendon dhe kush arsye pse duhet të qëndrojnë para burgimit. Në rrjetin social Facebook reagoi edhe vetë ish-presidenti Meta, i cili tha se nuk mbante përgjegjësi për askënd veç vetes. Ilir Meta nuk mban përgjegjësi as për fëmijët e tij, që i ka në moshë madhore, dhe i ka këshilluar që gjithmonë të jenë shembull i respektimit të ligjit, dhe aq më tepër nuk mund të mbajë përgjegjësi për kushurinë e tij. Pasi, siç e dini, një prej tyre ishte edhe mik me Charles Megonigalin, iniciatorin me kërkesë të Edi Ramës për nisjen e hetimeve ndaj Ilir Metës dhe për çështjen Çez Dia, edhe për çështjen Bami. Meta dhe Kryemadhi janë marrë të pandehur nga SPAK për korrupsion, pastrim parash dhe mos deklarim të pasurisë. Policia ka goditur disa grupe kriminale të shpërndarjes së drogave në kryeqytet, lënda narkotike, mësohet se shitej në lokalet e zonës së ish-bllokut. Janë arrestuar 25 vetë, ndërsa 8 të tjerë janë shpallur në kërkim nga autoritetet. 25 persona ranë në prangat e policisë gjatë një operacioni për goditjen e shpërndarjes së drogave të forta. Bëhet fjalë për anëtarët e 4 grupeve kriminale, të cilët aktivitetin kryesor e kishin në zonën e ish-bllokut. Siç duket edhe në këto pamje, forcat e policisë arrestuan shpërndarësit e lëndës narkotike në flagrancë në lokalet e zonës. Operacioni i koduar bloku 33 nisi në mesnatë dhe zgjati deri në orët e para të mëngjesit ose premtes. Në pranga gjatë këtij aksioni janë vënë banakjer dhe kamarier të këtyre lokaleve, të cilët ishin të përfshirë në shitjen e drogës. Jo vetëm në ish-bllok, por lënda narkotike shitej edhe në zonat e tjera të Tiranës, si në Selit, Shkolla e Bashkuar e të tjerë. Për të zbuluar aktivitetin kriminal, policisë janë dashur disa muaj hetime. Gjatë kësaj kohe, agentët e antidrogës kanë monitoruar shitjet e tyre me dron, siç duket në këto pamje. Lënda narkotike sipas burimeve të policisë sigurohej nga 2 vëllezërit, Artur dhe Dorim Gurzi, që shfaqen në këto foto, si dhe vëlla i tyre tjetër, i cili ndodhet në kërkim. Pasi merrin në dispozicion drogën, ata më pas e shpërndarin tek persona të tjerë të grupit, të cilët e shisnin në lokalet e natës.
Krahas vëllait të dy të arrestuarve në kërkim janë edhe 7 personat e tjerë. Gjatë aksionit policia sekuestroi rreth 2 kg kokain, 450 gram heroin, 2 armëzari pistolet, 29 celular, 6 automjete, 4 peshore elektronike dhe shuma të konsiderueshme parash. Grupi hakerave Homeland Justice ka sulmuar faqen e Bashkisë Tiranë duke nxjerrë jashtë funksionit edhe disa prej shërbimeve elektronike që ofrohen. Hakerat iranian të cilët njihen ndryshe si Homeland Justice kanë hakeruar faqen zyrtare të Bashkisë së Tiranës. Përmes një videoje të shpërndarë në rrjetin social Telegram, hakerat shkruajnë se faqja online e bashkisë është në duart e tyre, teksa pretendojnë se kanë marrë të dhëna dhe të fshinë servera. Sulmi kibernetik ka shkaktuar probleme në përdorimin e emaileve zyrtare nga punonjësit e institucionit. Për këtë sulm, Bashkia e Kryeqytetit nuk ka patur asnjë reagim zyrtar. Nga institucionet ka reaguar vetëm Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike. Nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale, bëhet e ditur se është izoluar dhe kufizuar përhapja e ndikimit në sistemet e tjera të ndërlidhura me sistemet e sulmuara, si dhe janë ndërmarrë masa për rikthimin e funksionimit të sistemeve të goditura. Por përveç faqes së bashkisë janë prekur edhe faqet e institucioneve në varësi të saj, siç është rasti i portalit të regjistrimit të fëmijëve në kopshte dhe çerdhe. Nëpërmjet një reagimi, institucioni njofton se derisa faqja të jetë funksionale, regjistrimi i fëmijëve pezullohet. Për të analizuar kohën dhe pasojat e këtij sulmi, policia ka nisur verifikimet përkatëse. Homeland Justice, që pretendon se fshihet pas këtij sulmi, është autor dhe i disa ndërhyrjeve kibernetike në disa prej portaleve shtetërore në vend gjatë vitit 2022. Konkretisht bëhet fjalë për sulmet në portalin e Kuvendit të Shqipërisë Instat apo dhe të tjera që ofrojnë shërbime për qytetarët. Këto sulme u bën shkak që qeveria shqiptare të ndërpres marrëdhënie diplomatike me shtetin e Iranit, duke dëbuar përfaqësinë diplomatike që ndodhin në Shqipëri si përgjigje ndaj sulmit kibernetik. Kryetaria e Kuvendit Elisa Spiropali ju drejtua me një mesazh asamblesë parlamentare të NATO-s ku theksoi rëndësinë e aleancës përballë krizave. Shqipëria i bën thirrje Iranit të ndërpres aktivitetin bërthamor, tha Spiropali në këtë aktivitet të asamblesë parlamentare të NATO-s. Në samitin parlamentar të NATO-s të zhvilluar në Bruksel, mori pjesë edhe kryetaria e Kuvendit të Shqipërisë Elisa Spiropali, ku mbajti një fjalim e nëpërmjet tij përcolli një mesazh për rolin e NATO-s në rajon, sidomos në kushtet e shumë konflikteve që po ndodhin në botë. Shqipëria beson fort se siguria e Ballkanit Perëndimor është e pandashme nga siguria e Europës dhe e gjithë hapësirës më të gjerë të NATO-s. I bëjmë thirrje aleatëve dhe partnerëve tanë të kenë një angazhim të fuqishëm politik dhe ushtarak në rajonin tonë. Teksa konflikti është përshkallëzuar në lindjen e mesme, kryetaria e Kuvendit të Shqipërisë i drejtoi një thirrje shtetit të Iranit. Shqipëria i bën thirrje Iranit të ndërpres aktivitetet e tij bërthamore dhe të raketave balistike dhe të veprojë në përputhje me detyrimet e tij sipas ligjit ndërkombëtar, përfshirë traktatin për mospërhapjen e armëve bërthamore. Ndër të tjera, Spiropali foli edhe për samitin e NATO-s që do të mbahet në Shqipëri në vitin 2027, që sipas saj është një tregues i angazhimit të Shqipërisë ndaj unitetit dhe bashkëpunimit rajonal. Le të shohim tani situatën në terren në lindjen e mesme, ku Izraeli ka vijuar të godas objektiva ushtarake në Iran, kryesisht ato që lidhen me programin bërthamor të vendit. Nga ana tjetër, ushtria iraniane ka sulmuar me raketa disa vendbanime izraelite. Ushtria izraelite goditi sërish 10 objektiva ushtarak në Iran, duke përfshirë vendet e prodhimit të raketave dhe një strukturë kërkimore bërthamore në kryeqytetin Teheran. Më shumë se 60 avion luftarak të forcave ajrore ishin të përfshirë në sulm. Ndër objektivat që u goditën ishte një agjenci kërkimore dhe zhvillimi që SBA-ja i quan pasardhëse të drejtë për drejtë të programit bërthamor të Iranit. Sulme pati edhe në Izraelin jugor. Disa ndërtesa në një lagje pësuan dëme të rënda pas një sulmi me raketa iraniane, tregojnë pamje të filmuara nga dëshmitar okular. Sipas agjencisë izraelite të ndihmës mjekësore, Magen David Adom, të paktën 6 persona u plagosën në një sulm me raketa iraniane të premte në mëngjes në Izraelin jugor. Agjencia iraniane e lajmeve UANA publikoi një video ku tregohen raketa të hedhura nga trupat e Gardës Revolucionare të Iranit drejt Izraelit. UANA raporton se nuk ishte dhënë asnjë vendodhje apo datë specifike për videon që tregon raketat të cilat fluturojnë në ajër.
Disa vende kanë pezulluar shërbimet e ambasadave në Teheran që nga fillimi i konfliktit midis Iranit dhe Izraelit, por me hapësirën ajrore iraniane dhe aeroportin kryesor ndërkombëtar të Izraelit të mbyllura për pasagerët, shumë vende po kryejnë gjithashtu operacione komplekse për të evakuar qytetarët nga të dyja vendet. Australia po evakon rreth 1500 persona nga Irani dhe 1200 persona nga Izraeli. Disa australianë tashmë janë larguar nga Izraeli me një anije për në Shqipëri, të tjerë po evakohen nëpërmjet kalimeve toksore. Kina gjithashtu ka evakuar më shumë se 1600 qytetarë nga Irani dhe qindra të tjerë nga Izraeli. Pekini u ka këshilluar qytetarëve të saj të largohen nga vendi nëpërmjet rrugëve toksore për në Azerbajxhan, Turkmenistan, Turqi, Armeni ose Irak. Gjithashtu, rreth 110 student janë larguar nga Irani për në Armeni nëpërmjet tokës dhe janë kthyer në New Delhi. Japonia ka dërguar avion ushtarak në Xhibuti në përgatitje për evakuimin e qytetarëve të saj. Gjithashtu, rreth 3000 pakistanezë janë larguar nga Irani që kur filluan sulmet e ndërsjellta mes palëve. Nga ana tjetër, sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio u takua gjithashtu me David Lamy dhe zhvilloi telefonata të ndara me homologët e tij nga Australia, Franca dhe Italia për të diskutuar konfliktin. Departamenti Amerikan i Shtetit u shpreh se Rubio dhe ministrat e jashtëm ranë dakord që Irani nuk mund të zhvillojë kurrë një armë bërthamore. Lamy ndër të tjera u shpreh se situata në lindjen e mesme mbetet e rrezikshme dhe se ekziston një dritare brenda 2 javëve të ardhshme për të arritur një zgjidhje diplomatike. Që nga 13 qershori, sulmet ajrore izraelite kanë vrarë 639 persona në Iran dhe nga ana tjetër edhe Izraeli ka raportuar po ashtu 10 civil izraelit të vdekur në sulmet me raketa iraniane. Ministrat e jashtëm të Britanisë, Francës dhe të Gjermanisë dhe shefja e politikës së jashtëm të Bashkimit Evropian biseduan në Gjenevë me ministrin e jashtëm iranian Abbas Araghchi në përfundim të këtyre diskutimeve. Ata thanë se presin që Irani të jetë i hapur për diskutime përfshirë edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të arritur një zgjidhje të negociuar përmes dialogut. Nga ana e tij, ministri iranian tha se diplomacia do të shqyrtohet kur të ndalet agresori. Për gati 3 orë gjysmë, ministrat e jashtëm të Britanisë, Francës dhe Gjermanisë bashku me shefen e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Kaja Kallas biseduan në Gjenevë me ministrin e jashtëm iranian Abbas Araghchi, duke shënuar përpjekjen e parë diplomatike për dhënien fund të konfliktit mes Izraelit dhe Iranit. Në përfundim të këtyre bisedimeve, ministrat thanë se vunë në re gatishmërinë e Iranit për të vijuar negociatat, ndërsa bën thirrje që në këtë tryez të jenë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një gjë e kundërshtuar nga Irani. Është e rëndësishme për ne europianët që të jemi të përfshirë, por mbi të gjitha është shumë e rëndësishme që Shtetet e Bashkuara të jenë të përfshira në këtë negociata dhe në një zgjidhje, tha ministri i jashtëm gjerman Johan Wadephul. Ministri i jashtëm francez Jean-Noël Barrot bëri thirrje Iranit të jetë i hapur për diskutime përfshirë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të arritur një zgjidhje të negociuar përmes dialogut, pasi problemi i bërthamor iranian nuk ka zgjidhje ushtarake. Nga ana e tij, ministri i jashtëm i Iranit u tha gazetarëve se vendi i tij është gati të shqyrtojë përsëri diplomacinë, por me një kusht për Izraelin. Irani është gati të shqyrtojë përsëri diplomacinë dhe sapo të ndalet agresioni dhe agresori të mbahet përgjegjës për krimet e kryera në këtë drejtim e bëra të qartë se aftësitë mbrojtëse të Iranit nuk janë të negociueshme. Programi bërthamor i Iranit është paqësor dhe ka qenë gjithmonë në mbrojtjen dhe monitorimin e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Prandaj sulmet kundër objekteve bërthamore janë një krim i rënd dhe në shkelje të ligjit ndërkombëtar, tha ministri i jashtëm iranian. Debat pati edhe në Kombet e Bashkuara në Këshillin e Sigurimit. Ambasadorët e Iranit dhe të Izraelit u përplasën gjatë një takimi duke akuzuar njëri tjetrin për shkelje të ligjeve ndërkombëtare dhe duke u zotuar të vazhdojnë fushatat e tyre ushtarake. Ambasadori iranian në Kombet e Bashkuara Amir Sayed Iravani tha se Irani do të vazhdojë të ushtrojë të drejtën e tij për vetëmbrojtje, ndërsa ambasadori i Izraelit Deni Denon, i cili e mori fjalën me njerë pas Iravanit, e akuzoi ambasadorin iranian se e poluan në rolin e viktimës. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres paralajmëroi më herët se konflikti midis dy vendeve mund të përshkallëzohet shpejt dhe bëri thirrje për përmbajtje. Çmimet e naftës në tregjet ndërkombëtare kanë rënë këtë të premte pasi presidenti amerikan Donald Trump vonoi vendimin për përfshirjen e SBA-s në konfliktin Izrael-Iran.
Nafta në bursën e Londrës ram me 2%, ndërsa në bursat amerikane me 0.7%. Megjithatë, ndërsa Izraeli dhe Irani vazhdojnë të sulmojnë njëri tjetrin, gjithmonë mund të ketë një veprim që përshkallëzon konfliktin dhe prek infrastrukturën e naftës, thonë ekspertët. Frika më e madhe është nëse Irani do të mbyllë ngushticën e Hormuzit, aty ku kalon pjesa kryesore e furnizimit të tregut global me naftë bruto. Në të tjera lajme, Spanja ka refuzuar kërkesën e sekretarit përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte, për të rritur shpenzimet për mbrojtje në 5% të GDP-s. Në një letër drejtuar shefit të NATO-s, kryeministri Pedro Sánchez thotë se Spanja, si vend aleat, tërhiqet nga ky objektiv. Kryeministri i Spanjës Pedro Sánchez ka refuzuar propozimin e NATO-s që vendet anëtare të rrisin shpenzimet e mbrojtjes në 5%, duke i quajtur këtë ide jo vetëm të parësyeshme, por edhe jo produktive. Në një letër dërguar shefit të NATO-s Mark Rutte, Sánchez kërkoi një formulë që e bën objektivin e shpenzimeve opsional ose t'i jap të drejtën Spanjës për përjashtim. Angazhimi për një objektiv prej 5% jo vetëm që do të ishte i parësyeshëm, por edhe jo produktiv, pasi do ta largonte Spanjën nga shpenzimet optimale. Është e drejta legjitime çdo qeverie të vendosë nëse është apo jo e gatshme të bëjë këto sakrifica. Si një aleat sovran, ne zgjedhim të mos e bëjmë këtë. Në letër thuhet se objektivi prej 5% do të dëmtonte përpjekjet e Bashkimit Evropian për të bërë i pavarur në sektorin e mbrojtjes, duke i shtyrë shtetet anëtare të blejnë pajisje jashtë bllokut. Aktualisht Spanja shpenzon vetëm 1.3% të prodhimit të brendshëm bruto për mbrojtje, shumë më pak se objektivi aktual i NATO-s prej 2%. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s ka kërkuar që shtetet anëtare të bien dakord të rrisin shpenzimet e mbrojtjes. Disa anëtarë të tjerë të NATO-s kanë shprehur gatishmërinë për ta realizuar, por Italia dëshiron që afati të zhvendoset në vitin 2035. Ministria e Turizmit Mirela Kumbaro ka inspektuar nga afër plazhet e vizë bregdetare të Kavajës, ku theksoi se do të ketë tolerancë zero për zaptuesit. Ajo shtoi se fokusi do të jetë gjithashtu tek pastërtia dhe muzika e lartë në lokale. Në vijën bregdetare të Bashkisë së Kavajës është përqendrimi më i madh i hoteleve dhe pushuesve që frekuentojnë brigjet e Adriatikut. Ministra e Turizmit Mirela Kumbaro, e shoqëruar dhe nga kryetari i Bashkisë së Kavajës, Fisnik Qosja, inspektojnë mbarvajtjen e sezonit veror, ku tha se sfidë mbetet pastrimi. Praktikisht po shikojmë që jemi në muajin qershor dhe në muajin qershor kemi ritmin e korrikut edhe të gushtit. Një nga sfidat e mëdha që kemi është pastrimi, menaxhimi i plazheve, tolerancë zero ndaj zaptimit të plazheve publike. Tendenca nganjëherë për të shtyrë përtej parcelës së kontraktuar do të jetë zaptim dhe aty do të hiqen shezllongët pa asnjë diskutim. Kumbaro tha se duhet të respektohen distancat e çadrave 7 deri në 8 metra nga deti. Është e pamundur që në çdo blok pallatesh të kemi plazh publik, por ka dhe një gjë tjetër që edhe plazhet private duhet të kenë një distancë 7.5 deri 8 metra nga bregu i detit, e cila mund të jetë e lirë. Një qytetar mund të shkojë dhe të vendosë çadrën e vet apo peshqirin e vet, dhe duhet ja u bëjmë të qartë subjekteve private që nuk kanë të drejtë të ndalojnë një qytetar apo një pushues të vendoset dhe të rritë kaloj ditën në buzën e detit, qoftë edhe në parcelën që është e parashikuar si privat. Nga ana tjetër, ministria la porosi edhe për monitorimin e muzikës së lartë. Nuk është vetëm çështje orari. Policia e shtetit është pajisur me mjetet për të matur nivelin e zhurmave, edhe sikur të jetë ora 12 i drekës, nuk duhet lejohen zhurmat për te një niveli sepse shkatron pushimet e miletit. Në të gjitha bashkitë bregdetare, tashmë ka hyrë në fuqi urdhri që pezullon ndërtimin dhe punimet në zonën e plazhit, me qëllim për të garantuar një sezon të qetë dhe të pastër. Të paktën 200 çadra dhe shezlongje janë sekuestruar ditët e fundit në bregdetin e Lezhës, pasi ishin të vendosur aty në mënyrë të palishme. Task Force e ngritur në këtë bashki thotë se aksioni do të vijojë gjatë gjithë sezonit. Sekuestruan çadra e shezlong të vendosur në mënyrë të palishme për gjatë vijës bregdetare të Lezhës.
Aksioni është trirë në plazhin e Shëngjinit si dhe në Ranën e Hedhun dhe po vijon prej disa ditësh për të parandaluar zaptimin e hapësirave publike, të cilat menaxhohen nga bashkia. Vetëm ditët e fundit kemi mbi 200 çadra të sekuestruara. Nuk do të tolerohet asnjë dhe nuk do të bëhet fjalë për të zaptuar asnjë hapësirë publike apo zona të menaxhuara nga bashkia. Sipas autoriteteve, ka patur edhe persona të proceduar, ndërsa zaptimi i hapësirave publike nuk do të lejohet. Për këtë arsye është ngritur një task force me njësinë administrative të Shëngjinit, policinë bashkiake, tatim taksat e bashkisë, agjencinë e Bregdetit dhe policinë e shtetit. Dhe çdo ditë kryhen kontrolle për cilësinë dhe sigurisht për të shmangur zaptimin e tyre nga individet. Autoritetet lokale bëjnë të ditur se ky aksion është i përditshëm dhe situata do të jetë në monitorim nga task forca deri në muajin shtator. Ndërkaq, 2 vetë janë proceduar nga autoritetet në Durrës për zaptim të hapësirave publike gjatë vijës bregdetare. Aksioni është zhvilluar këtë premte në plazhin e Curilave, ndërsa janë sekuestruar 27 komplete me çadra dhe shezlong që ishin vendosur në mënyrë të palishme në Bregdet. Prej disa ditësh, task forca e ngritur nga autoritetet lokale po zhvillon aksionin në të gjithë vijën bregdetare të Durrësit për të parë nëse po zbatohet ligji. Dhe në këto ditë të nxehta të verës, problemet e lëkurës dhe të syve janë më shqetësueset për fëmijët. Mjekët pediatër rekomandojnë kujdes të shtuar nga ana e prindërve. Temperaturat e larta të ditëve të fundit dhe ekspozimin për një kohë të gjatë në diell kanë sjellë edhe probleme të ndryshme tek moshat e vogla. Sipas mjekëve pediatër, gjatë kësaj periudhe po dominojnë problemet e lëkurës dhe të syve. Problemi i parë që ne vëmë re në këtë periudhë janë dermatitet. Pra kemi të bëjmë me iritime të zonës së lëkurës. Në përgjithësi kanë qenë një egzantem virale me origjinë virale, por mund të ketë qenë dhe dermatit kontakti, të cilat shoqërohen me problematika përveç pruritit kryarjes që fëmijët kanë, me iritime në sy, me rrjedhje hundësh, me kryarje sysh që futet pastaj klasifikohen në konjunktivite që janë edhe shumë më të dhimbshme. Nëse këto probleme tek fëmijët zgjasin dhe shoqërohen me temperaturë, duhet patjetër konsulta me specialistët për marrjen e mjekimit të duhur. Përveç pruritit, kryarjes, fëmia fillon edhe bën edhe temperaturë. Pra kalon nga një dermatit i thjesht kalon në një egzantem virale disa ditore, që shkon 3-4 ditë. Do merren antipruritet që janë për kryarjet, do merren edhe krema qetësues, që janë pasta me oksid zinku që qetësojnë lëkurën. Nëse ky ose si diagnoz, pra përveç iritimit, zgjat në shenja shoqëruese që mund të kemi të vjella, mund të kemi diare, do merrem mjekimet sipas simptomave që kanë fëmijët. Për t'i bërë ballë vapës përvoluese dhe për imunitet sa më të fortë, mjekët rekomandojnë sa më shumë lëngje dhe ushqime të shëndetshme për fëmijët. Sa më shumë lëngje që të kenë hidratim, mos të dehidrohen, po të hidratohen dhe të kenë një veshje normale, veshje pa mbukur, veshje të lehta, të ruhen me kapele dhe tek ushqimet do kisha shumë dëshirë t'i mësoja faktit që mos të hanë ushqime të fast foodit, ushqime të procesuara, ushqime që kanë yndyrë të theksuar, sepse nuk e ndihmon absolutisht në këtë fazë. Duke qenë se jemi në periudhën e plazhit, specialistët shprehen se duhet sa më shumë kujdes që fëmijët mos të ekspozohen për një kohë të gjatë në diell dhe pa mbrojtje. Letëshojmë tani disa zhvillimet të tjera ndërkombëtare. Në Shtetet e Bashkuara, një gjykatë apeli ka ligjëruar vendimin e presidentit Donald Trump për të dislokuar gardën kombëtare në shtetin e Kalifornisë. Një gjykatë apeli në Shtetet e Bashkuara të Amerikës si ka dhënë të drejtë presidentit amerikan Donald Trump për të patur kontroll mbi gardën kombëtare pas padisë që ngriti guvernatori i Kalifornisë Gavin Newsom. Ky i fundit kundërshton përdorimin e trupave të gardës për të shtypur protestat në Los Angeles. Gjykata e apelit të SBA-s arriti në përfundimin se Trump ka ushtruar ligjërisht autoritetin e tij duke shtuar se administrata përmbushi kërkesën për të koordinuar me guvernatori Gavin Newsom, edhe nëse nuk e bëri, ai nuk kishte autoritet për të vënë veto ndaj direktivës së Trump. Në një postim në platformën e tij në Truth Social, ai e cilësoi vendimin një fitore të madhe dhe një vendim shumë të shkëlqyer.
Fitore e madhe, në gjykatën e apelit, gjyqtarët pa dyshim e kuptuan se Gavin Newscomb është i paaft dhe i papërgatitur, por kjo është shumë e madhe se Gavin, sepse në të gjithë Shtetet e Bashkuara, nëse qytetet tona dhe njerëzit tanë kanë nevojë për mbrojtje, ne jemi ata që duhet ja ofrojmë atyre, nëse policia vendore nuk është në gjendje ta kryejë punën. Ky është një vendim i shkëlqyer për vendin ton, u shpreh Trump. Gavin Newsom mund të kundërshtojë ende përdorimin e gardës kombëtare dhe marinës amerikane. Në një postim në platformën X pas vendimit, ai u zëtua të vazhdojë sfidën e tij. Presidenti nuk është mbret dhe nuk është mbi ligjin. Ne do të vazhdojmë përpara me sfidën tonë ndaj përdorimit të ushtarëve amerikanë nga presidenti Trump kundër qytetarëve tanë, u shpreh Gavin Newsom. Vendimi i presidentit amerikan për të dërguar trupat në Los Angeles nxiti një debat të madh mbi përdorimin e ushtrisë në territorin amerikan dhe përshkallzoi tensionet politike në qytetin e dytë më të populluar të vendit. TikToku t'i është dhënë edhe 90 ditë afat për shitjen e aplikacionit në Shtetet e Bashkuara. Përfaqësues kompanisë ka njoftuar se janë në bisedime me zëvendës presidentin JD Vance për të gjetur një zgjedhje. Presidenti amerikan Donald Trump ka zgjatur deri në datën 17 shtator afatin për kompaninë kineze ByteDance që të shes asetet e saj në SBA për aplikacionin TikTok. Jemi mirënjohës për lidershipin dhe mbështetjen e presidentit Trump që TikTok të vazhdojë të jetë i disponueshëm, tha kompania në një deklaratë të publikuar në faqen e saj zyrtare. Përfaqësuesit e aplikacionit njoftuan se puna do të vazhdojë me zëvendës presidentin amerikan JD Vance për këtë çështje. Është më shumë kohë për të arritur një marrëveshje të mirë, tha gazetarëve zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë Caroline Levitt gjatë një konferencë përshtyp. Trump ka shprehur optimizëm se presidenti kinez Xi Jinping do të miratojë një marrëveshje që e ruan aplikacionin megjithse mbetet e paqartë se sa rëndësi është dhënë kësaj çështje në bisedimet e vazhdueshme mes dy palëve mbi tarifat tregtare. Kjo do të jetë hera e tretë që Trump shtyn zbatimin e një ligji federal që kërkon shitjen ose ndalimin e tij, i cili pretendoi të hynte në fuqi një ditë përpara se Trump të merrte mandatin e dytë në Shtëpinë e Bardhë. 2 viktima janë raportuar për shkak të kalimit të uraganit Erik që ka ndikuar jugun e Meksikës. Uragani Erik ka goditur jugun e Meksikës, një stuhi e rrezikshme e kategorisë 3 e shoqëruar me era të forta deri në 140 km/orë, e cila shkaktoi përmbytje të mëdha. 2 persona raportohet se kanë humbur jetën. Qyteti turistik i Puerto Escondido në Oaxaca mbeti pa energji elektrike, stuhia dëmtoi infrastrukturën, përfshirë 2 spitale dhe përmbyti rrugët. Qendra kombëtare e uraganëve e SBA-s tha se përmbytjet dhe era do të vazhdojnë ndërsa uragani Erik pritet të zhvendoset në veri. Autoritetet kanë dhënë alarmin për përmbytje dhe rrëshqitje toke në Oaxaca dhe Guerrero. Dëme u raportuan edhe në zonat bregdetare ku stuhia shkatroi rreth 30 anije. Presidentja Claudia Sheinbaum u ka kërkuar njerëzve të shmangin daljet jashtë dhe u ka këshilluar atyre që jetojnë në zona të ulta ose pranë lumenjve të strehohen pranë qendrave të ngritura për të evakuuarit. Uragani Erik është i pari më i madh i regjistruar ndonjëherë që godet Meksikën para korrikut. Në fshatin Menkulasë të Devollit po ndërtohet një muze për nder të shkrimtarit të ndjerë Dritoa Golli. Objekti pritet të përfundojë në dhjetor dhe do të kthehet edhe në një vend turistik në juglindjet vendit. 20 vjet pritje kanë përfunduar, po ndërtohet muzeu i Dritoa Gollit në fshatin ku shkrimtari lindi në Menkulasë të Devollit. Shpresojmë që kjo vepër të shërbejë si një aset i shpalljes së kulturës devollite, nëpërmjet emrit të dritorit ne të nxjerrim në pa ato vlerat të cilat karakterizojnë popullin e Devollit. Ky muze pritet të kthehet në një prej pikave kryesore për të tërhequr turistë në juglindjet të vendit, ndërsa do të përfaqësojë më së miri jetën, veprën dhe trashëgiminë e njërës prej figurave më të rëndësishme të letrave shqipe. Besoj që me atë dashuri që ka filluar, ky projekt do të realizohet dhe do të përfaqësojë në mënyrë dinjitoze këtë figurë të jashtëzakonshme të vendit tonë. Një investim i tillë vlerësohet edhe nga miqtë të shkrimtarit. Është realizuar një dëshirë e gjithë devollive ku bëj pjesë dhe unë, por nuk mbaron. Me kaq, Dritoroi ka patur ëndër që të ngrihet edhe një monument për punën,
dhe ma ka thënë disa herë dhe e kam të incizuar dhe në video, që do një monument për punën në mes të Bilishtit. Objekti pritet të përfundojë në muajin dhjetor e më pas do të bëhet muzealizimi i tij. Amfiteatri antik i Durrësit u kthye në një hapësirë ku bashkuan ritmet, ngjyra dhe energjia e muzikës. Ishin aty mbi 400 artistë që përcolluan përmes artit traditat e vendeve të tyre. 400 artistë nga Europa ndezën atmosferën e Durrësit me një festë traditash në një nga skenat më mbreslënse të historisë. Amfiteatri antik u kthye në një hapësirë ku u bashkuan ritmet, ngjyra dhe energjia e Festivalit Ndërkombëtar të Muzikës dhe Valleve, organizuar nga World Festival Association, artistë nga vende të ndryshme si Ukraina, Polonia, Bullgaria, Rumania, Mali i Zi, Bosnia e Herzegovina, Kroacia, Turqia dhe Serbia interpretuan këngë dhe valle popullore, duke përcjellë përmes artit shpirtin dhe traditat e vendeve të tyre. We make the festivals here in Durrës. Festivali organizohet çdo vit në Durrës që prej 2016-s jemi shumë mirënjohës për autoritetet për bashkëpunimin që tregojnë. Qëllimi i këtij organizimi është bashkimi i njerëzve, si dhe kulturave e traditave. Pjesëmarrësit që vinë në këtë festival nuk shkëmbejnë vetëm kulturën apo traditën, por mësojnë edhe për këngët e vallet, si dhe për këtë vend. Përmes muzikës dhe kostumeve tradicionale, pjesëmarrësit ndanë me publiku një mozaik emocionesh dhe ngjyrash, duke i dhënë jetë një hapësire me mijëra vjet histori. Mendoj që Shqipëria është një vend i mrekullueshëm, me njerëz të bukur dhe ka shumë traditë. Vim nga Polonia dhe kemi 2 grupe dhe do të bëjmë kërcimin tradicional. Shqipëria është vend i bukur dhe ka njerëz të këndshëm. Vim nga Bullgaria dhe është here parë këtu. Jemi shumë të entuziazmuar. Do të performojmë muzikë dhe kërcime tradicionale. Jemi shumë të lumtur që përfaqësojmë Shqipërinë në festivale kaq të mëdha për disa vite. Hyrja e lirë u dha mundësinë qindra qytetarëve dhe turistëve të përjetonin nga afër një mbrëmje ku arti dhe tradita bashkuan kultura të ndryshme në një skenë të vetme. Ky festival, tashmë i kthyer në një ngjarje të përvitshme, zë një vend të rëndësishëm në kalendarin kulturor të qytetit dhe pritet të vijojë përgjatë verës, duke e kthyer Durrësin në një pikë takimi të kulturave botërore. Dhe ishte gjithçka për këtë edicion të fundit në Klan News, më rutakofshë.